Qindra nxënës në Fier janë angazhuar për festivalin kombëtar të shkencës me projekte dhe punime të ndryshme. Pas mbylljes së konkurrimit mes shkollave, festivali kalon në fazën e dytë në 17 mars, ku do të përzgjidhen projektet më të mira në nivel lokal. Më pas konkurrimi do të vazhdojë në rang kombëtar, ku projektet më të mira shkencore nga shkollat e vendit do të përzgjidhen si më të mirët. Mes projekteve të shumta në të gjitha lëndët, nxënësit e Anaj Shkëlicës kanë krijuar dhe 3 pajisje origjinale, një robot që seleksionon mbetjet, matë si pulsit me alarm dhe pasqyra inteligjente. Janë punë shkencore të mirëfillta, të cilat në të ardhmen mund të hyjnë në përdorim të përditshëm. Gjatë punës sonë, si fillim u morëm me funksionet e gjakut për bërë sintetik kryesor dhe rastet për shembull ku transfuzioni është i domosdoshëm, pra si për shembull kur kemi sëmundje të rënda, humbje të mëdha të gjakut, aksidente e të tjerë. Gjithashtu gjatë punës sonë u fokusuam në dhurimin e gjakut si një akt human që shpëton jetë. Jo, kam pasion shkencën, nuk është thjesht një detyrë kaq e thjeshtë. Kryesore, do të thënë, duke qenë se fokusi im kryesor është biologjia, jemi marrë përgjithsisht, të tjerët pastaj kanë përgatitur punime të tjera lidhur me fizikën apo me kimin. Gjithmonë ka diçka të re, ka diçka më shumë. Si në gjakut, si dhe rastet ku transfuzioni i gjakut është i domosdoshëm në përditshmëri dhe në mjekësi moderne. Ethet e garës kanë përfshirë nxënës dhe mësues. Këta të fundit thonë se festivali i shkencës që zhvillohet për herë të parë është një event i mirëpritur nga nxënësit dhe nxit më tepër angazhimin e tyre. Jo, kjo është një shpikë e jona si një grup të tërë, menduam një mënyrë më të mirë për të matur shkencorin, gjithashtu është një punë akoma në vazhdim, po mundohemi që ta krijojmë sa më akoma më mirë që ta përdorin të gjithë përdoruesit, sidomos sportistët që i duan shumë për matjen e pulsit të tyre. Tani për momentin është në masat fillestare. Kjo makineri lejon matjen e pulsit tanë, gjithashtu tregon edhe nëse gjaku jot është për shpejtim dhe nëse je gati për marrje mendesh. Dhe po mendojmë që të jetë një mjet sa më i mirë për sportistët edhe për të gjithë në botë. Keni eksperimentuar këtë në grupin e bashkëpunëtorëve? Po, e kemi provuar me shumë nxënës dhe ka qenë shumë e afërt. Në momentin po mendojmë si një pajisje që mund ta vendosësh në dorë si Festivali i shkencës në Fier ka angazhuar qindra nxënës në 10 projekte, ku më të preferuarit janë ata që lidhen me lëndën e teknologjisë së informacionit, duke shfrytzuar dhe avantazhet që ofron AI.